Gratë janë fuqizuar duke qenë në numër më të shumtë si sipërmarrëse edhe në Shkodër. Me qëllim fuqizimin e mëtejshëm të tyre, u organizua një trajnim me gra sipërmarrëse. Qëllimi i këtij trajnimi ishte që të rrisë njohuri dhe aftësitë e grave rreth përdorimit të sistemit elektronik të prokurorimeve publike. Sulçe tha se shqetësim mbetet niveli i ulët i grave që përfitojnë kontrata nga prokurorimet publike. Tenderat merren thuajse gjithmonë nga burrat në biznes. Bashkia Shkodër renditet e treta për vlerë kontratash të lidhura me subjekte gra, pas Tiranës dhe Korçës. Është bërë edhe një studim dhe ka dalë që gratë që janë subjekte ekonomike në Shqipëri, megjithse kanë pesfishuar pranin në prokurimet publike në nivel lokal në 5 vitet e fundit, sërish mbeten më pak fituese në kontratat që lidhen me vlerë të vogël nga bashkitë përkatëse. Gratë nuk kanë akses ose informacion se kur bëhen lajmërimet për prokurime publike. Raimonda Sulaj është njëra prej grave sipërmarrëse në Shkodër. Ajo tregon se është në krye të një biznesi ku 70% janë gra. Drejtoj një biznes ku 70% e stafit janë gra. Mendoj që çdo vit më shumë gratë janë të përfshin biznes, të drejtu biznese edhe shumë të suksesshme. Në këtë trajnim u përfshin rreth 20 gra sipërmarrëse të qarkut Shkodër, duke kombinuar njohuri teorike me ato praktike në përdorimin e sistemit të prokurorimeve publike, me qëllim rritjen e grave përfituese në tenderat publik.